Me shumë qejf ju përgjigjëm ftesës së kësaj ngjarje. Krejt këta të pranishëm i bëri bashk 25 vjetori i shtëpisë botuese Ura. Për këto vite, kjo botoj mbi 300 tituj e bashkëpunoi me 100 autor. Pronari i cili dha zotimin për punë për kushtim, mes tjerash një falënderim të veçantë e bëri për bashkëshortën e tij. Krijues e ka trajtuar dhe do ta trajtoj me dashamirësinë më të madhe, po edhe me profesionalizmin më të madh. Në pas një burri suksesshëm, cila grua fshihet, në realitet nuk fshihet. Ajo është lumnia Thaçi Halili. Edhe ambasadori i Shqipërisë që qej pranishëm e lartësoi punën e Urës. Unë do të thoja që emri Ura nuk është vetëm një emër simbolik. Është një premtim i mbajtur ndër vite për të ndërtuar ura komunikimi e bashkëpunimi mes krijuesve shqiptar. Aty u thurën edhe vargje të poetëve që ishin të pranishëm. Drejt teje po vi, mbi kalin e bardhë të ëndrave të mia, kaq vjet i shqetësuar për ty Kosovë. Sulejman Mato, Tana Asmedi e Ymer Çela ishin 3 autorët që u falë për punën e tyre. Krejt në fund, mysafirët i prisnin edhe disa dhurata në shenjë mirënjohje për ardhjen.